Ngritja e monedhave të qëndrueshme USD thanë se kriptovaluta do të zëvendësonin dollarin amerikan, teksa shumë njerëz po flasin për dedollarizim dhe se dollari ka mbaruar. Por çfarë do të ndodhte nëse do t'ju thoja se mund të ndodhte e kundërta? Deri më tani kemi qenë disi të përhumbur, të konfuzuar, sepse ky që ndodhi ishte një ndryshim i vogël, delikat, por brillant. Jo vetëm që dollari është ende duke lulëzuar, por po bëhet edhe më i fortë, jo përmes potencës arrogante të monedhës, apo normave të saj interesit, por përmes diçkaje shumë më delikate, por dhe shumë më të fuqishme, mes një kodi kompjuterik, një shash dhe zerosh. Nëse nuk e keni kuptuar ende aktin e gjeniut, por nuk jeni të vetmit, lutem që qëndroni me mua deri në fund. As unë nuk e kuptova në fillim. Kam kaluar muaj duke u përpjekur të kuptoj se çfarë janë në të vërtetë monedhat e qëndrueshme apo stablecoin. Pyesja veten, a janë ato vetëm dollar digjital? A janë ato kriptovaluta bazë? A janë ato të dobishme, të rrezikshme, të mira për Amerikën, apo të këqija për botën? Deri kur hasa një prezantim nga Brent Johnson dhe pash se gjithçka filloi të kishte kuptim. Ajo që ai paraqiti nuk ishte thjesht e zgjuar, ishte brillante, sepse ndërsa bota ka qenë zënë duke vënë baste kundër dollarit, SBA ka ndërtuar në heshtje një perandori të re, jo me tanke, jo me sanksione, por me stablecoins ose monedha të qëndrueshme. Në këtë video, do të analizoj atë që zbuloi Brent, atë që unë besoj se është një nga ndryshimet më të anashkaluara në historinë financiare që po ndodh tani në kohë reale. Do të shpjegoj se çfarë bëjnë në të vërtetë stablecoins, pse akti gjenial është një ndryshim kaq i madh dhe si dollari amerikan mund të shndërrohet në një perandori digjitale, të cilës pjesa tjetër e botës nuk do të mund t'i shpëtojë edhe nëse do të donte. Dollari nuk ishte kur vetëm një valutë, ishte fuqi dhe pushtet. Dollari nuk ishte kur vetëm një monedhë. Për të kuptuar vërtet se çfarë po ndodh tani, duhet të kthehemi në kohën kur dollari u bë problemi i të gjithëve. Në vitin 1971, presidenti Nixon preu lidhjen përfundimtare midis dollarit amerikan dhe arit dhe në thelb i tha botës: "Fati keq, nuk po ju japi më ar, por dollar letre." Udhëheqësit e huaj ishin tërbuar, ndërkohë sekretari i thesarit të Shteteve të Bashkuara John Connolly qëndroi në një dhomë plot me ministra të zemëruar europian të financave dhe u tha: "Po, dollari është monedha jon. Është dhe problemi juaj." Dhe kishte të drejtë, por bota në atë moment kishte dy zgjedhje: të braktiste dollarin ose të përshtatej me një sistem të ri të ndërtuar rreth tij. Dhe çfarë ndodhi? Ata të gjithë qëndruan në sistemin e dollarit. Pse? Sepse dollari, sado i gabuar që ishte akoma më i mirë se alternativat e tjera. Ishte likuid, i besueshëm, i përdorur dhe i përdorshëm kudo. Dhe gjatë 50 viteve të ardhshme, dollari jo vetëm mbijetoi, ai u bë themeli i sistemit financiar global. Çdo vend kishte nevojë për të. Çdo bankë qendrore e mbante atë dhe pavarësisht gjithë zhurmës që dëgjoni për dedollarizimin, ja çfarë nuk po i thot askush, dhe çfarë e shpjegon qartë Brent Johnson. Dollari amerikan nuk ka qenë kurrë më i rëndësishëm globalisht se sa tani, por ja ku qëndron kthesa. Ajo nuk ka të bëjë vetëm me shtypjen e parave. Nuk ka të bëjë as me normat e interesit apo marrëveshje tregtare. Kujdes, faza tjetër e dominimit të dollarit është digjitale. Akti gjenial dhe perandoria e dollarit digjital. Le të flasim pak për monedhat e qëndrueshme. Në dukje ato tingëllojnë të padëmshme, madje të dobishme. Një monedhe qëndrueshme është vetëm një version digjital i një monedhe, në këtë rast, dollarit amerikan. Mund ta dërgoni përtej kufive brenda sekondash, për llogaritet shpejt. Është monedhe programueshme dhe funksionon në blockchain në vend të bankave tradicionale. Sipas Brent Johnson, mbi 99% të gjitha monedhave të qëndrueshme të lëshuara deri më sot janë të lidhura me dollarin amerikan. Nuk janë të lidhura as me euron, as me juanin, as me arin. Dhe kjo nuk është rastësi. Monedhat e qëndrueshme nuk po e vrasin dollarin, ato po e amplifikojnë atë. Kjo mund të mos jetë ajo që doni të dëgjoni, por qëndroni me mua edhe pak. Monedhat e qëndrueshme po japin dollarit jetë të re në botën digjitale dhe po e përhapin atë në çdo vend. Mjafton të kesh një smartphone dhe lidhje interneti. Dhe tani kuptoni që është akti gjenial. Në pamje të parë stablecoin tingëllon termi pa qartë. Duket sikur bëhet fjalë për mbrojtjen e konsumatorëve duke rregulluar kriptovalutat. Por në strukje, siç e përshkruan Brent, është stablecoin është gjeniu. Akti gjenial kërkon që stablecoins apo monedhat e qëndrueshme të mbështeten në afatshkurtër nga bankat e Shteteve të Bashkuara, nga obligacionet qeveritare, në thelb nga vetë dollari amerikan. Kjo do të thotë që çdo kompani që xhiron stablecoin në shkallë të gjerë,
duhet të kanalizojë paratë në borxhin e qeverisë amerikane. Pra, tani, në vend që të luftojë kundër kriptovalutave, qeveria amerikane ka gjetur një mënyrë për ta përdorur atë për të financuar veten. Stablecoins veprojnë apo operojnë jashtë sistemeve tradicionale bankare, duke i bërë ato më të shpejta, më të lira dhe më fleksibël se sistemi SWIFT ose transferta tradicionale bankare. Stablecoins vijnë tek ti me mjete të integruara përputhshmërie, duke u lejuar autoriteteve amerikane të monitorojnë, rregullojnë ose edhe ngrinë asetet, të gjitha këto, pa pasur nevojë për bashkëpunimin e bankave të huaja. Një ligj, një simbol dhe papritmas SBAT mund të projektojnë shtrirjen e tyre monetare kudo në botë, jo me tanke, jo me sanksione, por me një kod. Kjo nuk është vetëm ngritja e një mjeti të ri financiar. Kjo është, siç e quajmë Brent, themeli i një perandorie të re digjitale të dollarit. Ja ku tani, gjërat bëhen vërtet interesante. Sipas Brent, ky sistem i ri i monedhave që qëndruesh me stablecoins me bazë dollarin, jo vetëm që i bën pagesat më të lehta, apo më të shpejta, ai ndryshon në heshtje se kush mban pushtetin. E keni vënë re që, kur një vend humbet kontrollin e monedhës së tij, qoftë edhe pak, ai fillon të humbas kontrollin e ekonomisë së tij. Kur njerëzit ndalojnë së kursyeri në monedhën e tyre lokale, ndalojnë së përdoruri atë për kontrata, ndalojnë së besuari plotësisht tek ajo monedhë, atëherë qeverit kalon në depresion. Dhe kjo tashmë po ndodh në vende si Argjentina, Turqia, Nigeria, ku inflacioni është në pikë dhe besimi në paratë lokale është zhdukur. Në të kaluarën, nëse doje dollar, duhet të shkoje në tregun e zi ose të kërkoje nga ndonjë kambist parash. Sot, të duhet vetëm një smartphone. Monedhat e qëndrueshme stablecoins u japin njerëzve në ato vende një dalje të shpejt nga monedhat e tyre kombëtare, pa pasur nevojë për një bank apo leje specifike. Në vende si Nigeria, njerëzit tashmë po përdorin monedha të qëndrueshme me bazë dollari si Tether dhe Circle për të shpëtuar inflacionit dhe për të lëvizur parat peer-to-peer, jo vetëm për tregti, por për të jetuar. Por ja ku qëndron problemi. Sa herë që dikush kalon në monedha të qëndrueshme me bazë dollari, pavarësisht nëse dëshiron apo jo, ai lidhet drejt për drejt me infrastrukturën monetare të Shteteve të Bashkuara. Dhe siç shpjegon Brent, kjo ka implikime të mëdha sepse Shtetet e Bashkuara, jo vetëm që përfitojnë nga kërkesa, por edhe rifitojnë kontrollin. Këto monedha të qëndrueshme janë të programueshme, janë të gjurmueshme, janë të implementueshme, mund të monitorohen dhe madje mund të ngrihen. Dhe e dini se çfarë është e shkëlqyer dhe e frikshme në lidhje me këtë sistem të ri? Siç thekson Brent, është fakti që nuk kërkon ushtri që të bëjë luftë, nuk ka territore për të pushtuar, nuk ka partneritet për shpëtim nga FMN-ja, nuk ka tanke, ka vetëm një kod kompjuterik, siç e quan Brent Johnson në punimin e tij, teoria e dollar milkshake, perandoria me kod. Po sikur përçarja e madhe e radhës të mos e dobësoj perandorinë amerikane, por ta forcoj atë, pikërisht kjo është ajo po dëshmojmë. Kriptomonedhat, dikur u pan si një rebelim, por mund të ndihmojnë në rindërtimin e perandorisë më të fuqishme në botë. Akti genial i jep Shteteve të Bashkuara kornizën ligjore dhe financiare. Stablecoins apo monedhat e qëndrueshme sigurojnë shpërndarjen dhe pjesa tjetër e botës vullnetarisht bashkohet, sepse paratë e tyre ose nuk funksionojnë më, ose janë të dytat pas dollarit. Kjo është arsyeja pse Brent i quan stablecoins një armë të fshehtë të perandorisë, sepse ndryshe nga sanksionet ose lufta, ky është një pushtim monetar, e ardhmja e parave dhe ku mund të shkojë ajo. Pra, çfarë ndodh më pas? Nëse analiza e Brent Johnson qëndron, atëherë Shtetet e Bashkuara nuk po e humbasin fuqinë monetare globale, por po e zhvillojnë atë, duke e kthyer dollarin nga letër, në kod të programueshëm, duke eksportuar ndikim, duke rindërtuar besimin dhe duke bllokuar kërkesën, jo përmes forcës, por përmes një mjeti që duket si inovacion. Me fjalë të tjera, Shtetet e Bashkuara nuk e luftuan kriptovalutën, përkundrazi e rrëmbyen atë. Stablecoins apo monedhat e qëndrueshme mund të mos jenë më thjesht të lidhura me kriptovalutat, por ato mund të bëhen pjesë e vetë sistemit dhe ky sistem vjen me kufizime. Është më i shpejtë, më i përshtatshëm, më i qëndrueshëm, por edhe më i gjurmueshëm, më i zbatueshëm dhe më i pajtueshëm. Tani, a do ta pranoj pjesa tjetër e botës këtë në afatgjat? Kjo është e vështirë të thuhet. Tani për tani, kombe si Kina, Rusia dhe antarët e BRICS po përpiqen të ndërtojnë alternativa përmes arit, përmes tregtisë së mbështetur nga mallrat, përmes monedhave të tyre digjitale. Por deri më tani, niveli i dollarit është shumë i fortë dhe tani me monedhat e qëndrueshme stablecoins, konsolidimi bëhet shumë herë më i fortë. Dhe ja një çështje tjetër për të ardhmen, që shumica e njerëzve nuk e kapin dot. Sapo të vendoset kjo infrastrukturë digjitale, monedha e qëndrueshme, portofolet,
një sistem global pagesash, nuk i ndalon dot kush që të evoluojë në diçka tjetër, në diçka më të centralizuar, më të kontrolluar, si CBDC. Monedha digjitale të bankave qendrore tashmë po testohen në të gjithë botën dhe monedha stablecoins mund të jenë tabani që e bën publikun të ndjetë rehat dhe i sigurt me paratë digjitale. Do me thënë, përpara se qeveritë të lançojnë një version plotësisht të centralizuar të tyre. Me fjalë të tjera, monedhat stablecoins mund të mos jenë sistemi përfundimtar. Ato mund të jenë thjesht ura kalimi tranzit. Sapo njerëzit të mësohen me dollarë digital në telefonat e tyre, kalimi i tyre në një version të lëshuar nga qeveria nuk do të konsiderohet hap i madh, por thjesht një transformim, një tranzicion. Çfarë do të thotë kjo për dollarin, kriptomonedhat dhe fuqinë globale? Do të thotë se dollari amerikan nuk vdiq përgjatë revolucionit të kriptomonedhave. U përshtat, u bë digital dhe, në vend që të luftonte kriptomonedhat, i rëmbeu ato dhe i përdori në avantazh të tij. Dhe bota sot, po zgjedh vullnetarisht të përdorë monedha të qëndrueshme. Teoria e Brent Johnson e përmbys skenarin. Shtetet e Bashkuara humbën pothuajse kontrollin mbi paratë e tyre, por tani po bëhen thjesht para digjitale, përmes ndërmjetësve privat si Circle dhe Tether. Qoftë kjo me dashje apo thjesht për shkak të evolucionit, po ndodh. Dhe në një kthes të çuditshme, rritja e kriptomonedhave mund të ketë fuqizuar pikërisht sistemin, i cili dikur premtonte që ta prishte. Konkluzion, stablecoins, CBDC-të dhe mësimet për të ardhmen. Do të jemi sinqert, nuk e prisja të hyja kaq thellë në studimin e stablecoin. Për një kohë të gjatë mendoja se ato ishin një tjetër kriptomonedhë, një mënyrë për të lëvizur paratë më shpejt dhe në mënyrë diskrete. Por hulumtimi i Brent Johnson më sfidoi vërtet dhe më dha mundësinë të mendoja më gjerë. Kur shikon në horizont se si lidhen pjesët nga akti gjenial te kërkesa e thesarit të Shteteve të Bashkuara për përdorimin global të stablecoins dhe CBDC-t, situata nuk duket më kaotike. Përkundrazi, duket një plan i orkestruar me kujdes. Tani, a ka të drejtë Brent për këtë? Nuk e di. Ndoshta perandoria digjitale e dollarit nuk materializohet kurrë plotësisht. Ndoshta njerëzit kundërshtojnë dominimin e dollarit amerikan. Ose ndoshta besimi gërryhet më shpejt se sa sistemi mund ta mbajë atë të bashkuar. Sidoqoftë, mendoj se mësimi është i thjeshtë. Kushtojini vëmendje arkitekturës, jo vetëm titujve. Ky nuk është më vetëm një debat mbi dollarin kundrejt arit apo unionit BRICS, por ka të bëjë me mënyrën se si vetë paraja po riprogramohet dhe si po ndryshon. Kush ka pushtet, kush ka akses dhe kush i vendos rregulla. A është ky një evolucion i shkëlqyer i dollarit apo fillimi i diçkaje më distopiane? Edhe diçka të fundit, për të cilën do të bëj një video tjetër. Shtetet e Bashkuara mund ta fshin vërtet borxhin e tyre prej 38 trilionësh duke përdorur kriptovaluta. Mos harroni të bëni subscribe dhe like dhe çdo mendim apo opinion mund ta shkruani në koment. Mast Channel. Please subscribe.